Po thua që ka ndryshuar qasja ka një qasje tjetër tashmë edhe të amerikanëve, pa diskutim, por edhe të ndërkombëtarëve dhe Bashkimi Evropian, nuk është se shkonte tek PD-ja një herë në javë. Si shpjegohet ndryshimi i qasjes në këndvështrimin? Unë mendoj se do ndodhi kjo gjë në ditët në vijim. Nëse sepse ka ndodhur dhe për elemente të tjera. Nëse kanë 4 vite, 5 vite që thonë, PD-ja është izoluar, PD-ja është nuk i shkon asnjë ndërkombëtar, asnjë që flet anglisht nuk e kalon pragun e PD-s. Tani që ka ndodhur në mënyrë të një pasnjëshme dhe është e qartë për çdo që ndjek minimumi pak televizor ose ka një smartphone që të ndjeki lajmet, është shumë e qartë që s'ka asnjë izolim tashmë dhe tani do thonë të gjithë që po jo, nëse kishim për izolim, s'është puna e izolimit. Këtu duhet i vej një person specifik për shembull. Pse si vetë ky? Do me thënë, do kalojmë nga retorika që PD-ja është e izoluar, sepse s'kemë çfarë thuash këtu, se është e qartë që nuk është e izoluar, dhe do merremi tash është po qasja e këtij po këtë specifik. Kjo është fakt, në ngratën e ka me Britaninë e Madhe me SBA. Si është kjo? Do me thënë, si e keni parë ju në raport me këto dy vende, me këto dy figura të ndryshme, të rëndësishme dhe me një farë influencë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e kanë parë ndonjë problem në ngratën dhe e kanë takuar zotin Berisha. Nga fondacioni Heritage, që është fondacioni kryesor në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në opinion bërje, në politikë bërje dhe në këshillimet që i bëhen presidentëve amerikan republikan që nga koha e Reaganit në vazhdim, nuk e kanë pas problem të atakojnë zotin Berisha dhe në arrest shtëpie. Tani unë do të them një gjë me që jemi të ri për të rritje, që është shumë e rëndësishme. Prisë jam të ndërkombëtarët njërë, do të jap fjalën prapë. Se dua të pyes ndërkombëtarët, një fjali këtu dhe pastaj mund të vazhdoj Alessandro, sepse mendoj që duhet thënë. Është e vërtet që ka pasur një përpjekje për të izoluar Partinë Demokratike në 2022-shin, 2023-shin, nga lobime të ndryshme ndërkombëtare, nga një përpjekje e kryeministrit aktual e kështu me radhë. Partia Demokratike e ka kaluar këtë fazë dhe fal afrimit të Partisë Demokratike në forumet e ndryshme ku ajo bën pjesë, me partnerët tanë, me aleatët, brenda NATO-s, brenda Bashkimit Evropian, Mbretërisë Bashkuar e tjerë me radhë, sot kemi një ndërgjegjësim shumë të madh të ndërkombëtarëve për realitetin këtu, kemi raporte që pasqyrojnë realitetin këtu dhe më së paku nuk kemi më ndërkombëtar që vinë të tallen me shqiptarët që ndërkohë që ata vuajnë dhe ndjejnë vuajtjen për ditë, të vinë dhe të thonë ju jeni shumë mirë. Okej. Alessandro, zyrtari i CDU-s Peter Bayer në mesazhin që dhanë në Kuvendin Kombëtar, tha që duhet një kryetar i ri, një 15 ndërkombëtar folën aty vetëm me këtë merren. Po ishte mesazh tani edhe këtë pjesën ti dhe gazetar vetë. Po jo, po më duket. Po ti je gazetar vetë. Po folën 15 aty tek Ngeci. Po tek ju që dha një mesazh ndryshe, more se je gazetar vetë, edhe këtë tani. Jam i sigurt që do kalojmë edhe tek mesazhet e Bob. Dgjoj. Atëherë, me Q-n pastaj edhe tek mesazhet e Montserrat. Pas Alessandros. Po jepeni më, po ju pyes si ju ka ardhur ju kjo gjë. Pse shqetësoni ka gjë? Jo, nuk shqetësoni, okay, Alessandro. Po shqetësoni gjë sa the. Se me ç'kuptova unë ky Peter Bauer, ky nuk e kuptoi se çfarë po ndodhte aty. Nuk e di nuk e di çfarë është bërë në përkthim, ai mund ta ketë bërë atë mesazhin para 4-5 ditësh, nuk është se është bërë sot. Ai në fjalën e tij unë dëgjova që tha ju sot po zgjidhni kryetarin e ri, po bëni këtë, pra mbase nuk e di ndë ishte një kuvend që ai mendoi që po zgjidhet kryetari, po zgjidhen strukturat. Mund të ishte kryetari i Këshillit Kombëtar. Më tepër gjithsesi. Por edhe nëse ai ka thënë që ju duhet një kryetar i ri e tjerë, tashmë ai është mendimi i tij, respektojmë. Alessandro. Tani, unë besoj që vërtet kjo fjali është marrë jashtë kontekstit. Unë po ju pyes ju në çfarë konteksti është marrë. Ne na bën çudi si media një gjë që ndryshe. Unë po ju pyes ju si ishte. Kupton tani ti ma thuaj si ishte. Ky zotëria është pjesë e CDU-s. Po. Bashkimi Kristiano-Demokrat. CDU-ja ka dërguar 3 mesazhe bashkë me të sot. Gjitha mbështetje të kryetarit, të partisë në tërësi. Të marrit një fjali jashtë kontekstit ku është e qartë që CDU-ja mbështet Partinë Demokratike në mënyrë maksimale, si në Shqipëri dhe në Europë, kjo më duket e çuditshme, sepse kjo fjali nuk do të thotë që nuk mbështet Partinë Demokratike. E kupton? Nuk do të thotë që nuk mbase ai do një kryetar të ri të PD-s, po çfarë? Po pra, nuk është se nuk e mbështet. Në Kavaj kemi qenë kur bëri përshëndetjen, erdhi dhe foli në miting mbështes të zotit Berisha. Jo, mua duk sinqerisht, po duk sikur nuk e kishte idenë se ç'po ndodhte, por edhe nëse ka këtë pjesën me thënë. PD-ja dhe ndërkombëtarët kanë një qasje të re, kanë një raport më të afruar me njëri tjetrin? Nuk e di pse duhet t'i bëjmë rëndësi kaq të madhe ndërkombëtarëve, domethënë. Ka rëndësi sepse jo, unë edhe kur është diskutuar kjo çështje në Ngratës, edhe kur është diskutuar çështja në Ngratës, e kam thënë që mua më duket kot si më dhe asja blen që të diskutojmë më tutje, domethënë, sepse për mënyrën se si ka rrjedhur e gjithë çështja në Ngratës, domethënë me lobimet e tjera, plus fakti që
shqiptarë nuk është bërë e ditur, për shembull, kush kanë qenë arsyet të cilat e kanë çuar në marrjen e këtij vendimi. Domethënë, në qoftë se për shembull kur është shpallur në ngrata Nelson Mandela për shembull ka pasur atë dosjen për sa i përket aktivizimit të Partisë Kongresit Afrikan që ka qenë atë kohë, që e drejtonte ky, që merresh me akte terroriste në Afrikën e Jugut e tjerë. Pra ka pasur një element, domethënë ligjor. Rasti i Berishës nuk është përmendur asnjë gjë, kështu që kam thënë që duket gjë kote dhe nuk ka vlen që të merrem me këtë gjë, më tepër është marketing këtu brenda, që tregon më tepër, po themi, atë shenjë inferioriteti që kemi ne akoma, na foli ky huaj, na pa me sy të mirë apo na pa me sy të keq. Kështu që mua nuk më duket në një që ti kushtohet shumë rëndësi më mbështeti. Digitalizimi. Digitalizimi është një tjetër element. Pra, le të themi, dhe rinovimi i Partisë Aleksandro nëpërmjet digitalizimit. Pse u zgjodh Skënderbeu si avatar? Po me sa di unë është heroi kombëtar. Nuk kishte ndonjë konotacion me Skënderbeun për Ramën, ëh? Tani. Dhe një. Nisa, unë po ju pyes ju tani. Jo, normal. Shqipaj Lelizë me Diellën që më tepër u dal tek avatari, tek AI që ka kushtuar me 100 euro, ndërkohë që Diella kushton 4 milion euro. Dhe u zgjodh figura Skënderbeu si figura e kombëtar. Diella është tek i Albania, kjo është një, me thënë, Diella ka tendra të dorë, Diella ka para publike në dorë, ka absolutisht ai Skënderbeu s'ka asgjë në dorë. Mesazh dha, prandaj po. Prokurimet, integriteti i cilave ka rënë me 20 pikë në këto 10 vite. Diella s'ka asgjë në dorë, por atë mënyrë se si është konceptuar. Shumë dakord. Dora që ka Diella nga pas që e kontrollon, nuk për ndërtuar agent të inteligjencës artificiale janë investime që janë. Si ka mundësi që ka kushtuar kaq shumë? Tani digitalizimi, si u ta ndryshoi Partinë Demokratike? Ku do përdoret? Me mënyrën e funksionimit, në organizimin, me listat, Ku do përdoret? Unë dëgjova pak fjalimin e Denis Akeles.